cili zyrtare ka lëshuar dokumentin. Po të marrë parasysh se në vitin 2014 është bërë dëshmia e vdekjes mbi personin e vdekur, personin në fjalë që më keni drejtuar, është bërë kjo dëshmi e vdekjes dhe figuron në librin intern që posedon Komuna e Vjetër në objektin e vjetër të Komunës së Prishtinës pranë sektorit të gjendjes civile. Kurse kur më keni drejtuar se si është bërë dëshmia e dytë e vdekjes, një vit më vonë këtë dëshmi nuk e kemi në librin intern. Të marrë parasysh që ne i kemi edhe bashkësitë lokale dhe zyrtarët kanë mujt me bëha dëshmi mbi vdekje, dëshmi të dytë ose tretë. Mirë po vetëm një dëshmi figuron në librin intern. Burimet e betimit për drejtësi brenda komunës kanë treguar se i njëjti është pensionuar në po të njëjtin vit, kur edhe është lëshuar dokumenti. Por a ka mundur zyrtari ta bëjë verifikimin e informacioneve të palëve? Tutja jo tregon se secili zyrtar që ka bërë lëshimin e këtij dokumenti ka mundur ta bëjë verifikimin në librin intern, ndërsa për personin e vdekur është lëshuar më parë dëshmia mbi vdekjen. Libri intern është libër i brendshëm që secila palë që aplikon për dëshmi mbi vdekjen është hala libër që shkruhet me dorë. Secila palë që aplikon ne e verifikojmë në atë libër dhe mbajmë regjistër për të. Është libër i brendshëm. Kur është lëshuar në herën e dytë, a ka mujt zyrtari i komunës me njëme dhe me verifiku nëse një herë ka lëshu këtë dokument komunës? Po, ka mujt, të paktën me një telefonat, me pyet se për personi që po bëhet fjalë, a është lëshuar ndonjëherë ndonjë dëshmi mbi vdekjen. A punon hala ky zyrtar, a di kush është zyrtari? Nuk e di kush është. Emër nuk ka në atë dëshmi mbi vdekjen, mbas në shkrimit nuk mujt ta di se kush cili zyrtar e ka lëshuar këtë dëshmi mbi vdekjen. Meqense zyrtari komunal nuk e ka bërë verifikimin e informacioneve dhe për më tepër nuk e ka regjistruar dokumentin e dytë, sipas ligjit rezulton se do duhet të thirrej në përgjithësi. Në rast se zyrtari, vërtetohet se ka kry një veprim të tillë, atëherë potencialisht ai mund ndiqet për veprën penale keqpërdorimi i detyrës zyrtare. Me të marrë dokumentin komunal, familjarët e qtakut kishin vazhduar noterizimin e tij, megjithse dhe dëshmia e parë mbi vdekjen ishte noterizuar, del të jetë noterizuar dhe e dyta pa problem. Në dokumentin e siguruar nga betimi për drejtësi rezulton të jetë noterizuar nga noteri Isak Ademi. I njëjti përmes telefonit ka treguar se prej disa vitesh është pensionuar dhe nuk i kujtohet se për cilin rast bëhet fjalë. Megjithatë, noteri Safetin Blaka i thotë se noterët nuk kanë një sistem mbi bazën e së cilit mund të shohin nëse më herët është noterizuar një dokument i njëjtë. Fatkeqësisht, oda noterëve nuk ka një sistem i cili i vijon ose i administron këto informata. Megjithatë, ne kemi përshtypjen që akti i vdekjes lëshohet vetëm në një ekzemplar origjinal dhe nëse lëshohet një ekzemplar i dytë origjinal, ajo është një problem me një autoriteti tjetër, i cili eventualisht duhet t'i administrojë dokumentet ose informatat e tij ose caja. Automatikisht mund të themi se nuk ka të bëjë me ndonjë përgjegjësi të drejtë për drejtë nga ana e noterit, sepse i njëjti ka pranuar një dokument i cili për sa i përket asaj që ka mund të shoh ka qenë dokument i ligjshëm, dhe në këtë formë gjithmonë merret parasysh situata që nga ana e institucioneve shtetërore lëshohet vetëm një dokument origjinal dhe si i tillë në momentin që ndjeket procedura pasuese prej anës së noterit, nuk mund thuhet se mund të pritet diçka tjetër që të ketë përgjegjësi nga ana e noterit në këtë drejtim. Si rezultat, prona rezulton të ketë kaluar vetëm në emër të këtyre 4 pasardhësve të të ndjerit Daud Bajrami. Në drejtorinë e kadastrit, del se të njëjtit e kanë regjistruar pronën edhe në kadastër. Parcela që ju kërkoni evidentohet në bashkëpronësi të personave privat me inicialet SB, IB, HB edhe MB. Gjithashtu kjo njësi është ngarkuar me masë sigurisë nga gjykata themelore në Prishtinë, ndërkaq zhurnimet në këtë njësi katastrale janë bërë në vitin 2015. Për këtë avokati i Qitakut kishte ngritur kallëzim penal ndaj 4 familjarëve për deklarim të rem. Në atë kohë kena provu, po dajt nuk kanë dashur me një për këtë punë hiç, edhe dajt na kanë thonë shkoni në gjykatë. Kur e kena pas që nuk ka tjetër, se na kena prit me u marrë vesh me ta mos me shti lanë në gjykatë hiç. Kur e kena pa që po dënë me u kompliku puna, dhe se u kompliku, ne e kem gjetë një avokat. Kallëzimi penal ishte ngritur në shtator të vitit 2016. Kallëzimi penal është ushtruar pranë prokurisë themelore në Prishtinë, ndaj vëllezërve dhe motrës
aty denoncuesës të dëmtorës Fegjërie Qitaku, lidhur me dyshimet e kryerjes veprës penale deklarimi rrem, për arsye se në vitin 2015 të njëjtit në komunën e Prishtinës nxjerrën një vdekje në cilën e regjistrojnë si trashëgimtar të shkallës së parë, trashëgimtar ligjor, vetëm 4 nga 6 fëmijët e gjallë të trashëgimlënësit Daud Bajrami. Kallëzimi penal bytyqi nuk e ka bërë edhe ndaj zyrtarit komunal, që mundësoi arritjen e interesave financiare të familjarëve të Fegjërisë, këtë ai arsyeton më mungesën e një sistemi nga institucionet. Ne kemi ngritur këtë shqetësim edhe në nivel qeveritar dhe mendoj që problemi nuk qëndron tek individët ose zyrtarët publik nën punësit shtetëror cilët ushtrojnë detyrat për të lëshuar këto akt vdekje, mirë po ekziston tek mungesa një mekanizmi digjital dhe një mekanizmi i verifikimit të gjithë trashëgimtarëve potencial të gjallë përmes lidhjes zinxhirore të numrit personal, i cili qaset ose ka lidhshmëri, ka prekshmëri me numrat personal të trashëgimtarëve të tjerë. Bazuar në pretendimet e kallëzimit penal dhe fakteve të ofruara, Mendu Gashi, prokurori prokurisë themelore në Prishtinë, kishte ngritur edhe akt akuz ndaj këtyre 4 personave. Në akt akuz thuhet se me datë 30 maj 2015 në Prishtinë të pandehurit Miradije Bajrami, Selatin Bajrami, Ismet Bajrami dhe Hilmi Bajrami në bashkryerje në cilësinë e palëve në procedurë trashëgimore para noterit Isa Kademi, kanë dhënë deklaratë të rreme se pas vdekjes së trashëgimlënësit Daud Bajrami nga Prishtina, se të njëjtit janë të vetmi trashëgimtar të paluajtshmërisë evidentuar me sipërfaqe prej 368 metra katror. Paralelisht, me qëllim të mosdëmtimit të palëve trashëguese, gjykata ka aprovuar kërkesën përmes procedurës civile për caktimin e masës së sigurisë, që nënkupton pamundësinë e shitjes së pronës apo kalimin nga pronarët aktual tek të tjerët. Në momentin që njësia katastrale, në këtë rast parcelën fjalë, është ngarkuar me masë sigurisë, në katastri Prishtinës zyra katastrale komunale nuk mund të ndërmerr asnjë veprim për parcelën e fjalë derisa është ngarkuar me masë sigurisë. Ndërsa akt akuza rezulton të jetë parashkruar tashmë për veprën penale deklarimi rrem sipas paragrafit 2 të kodit penal, siç akuzohen palët në këtë rast, dënimi është përcaktuar nga 3 muaj deri në 3 vjet burgim, derisa parashkrimi absolut është arritur me kalimin e afatit prej 6 vjetësh nga kryerja e veprës penale, duke u bazuar në faktin se vepra penale pretendohet të jetë kryer në vitin 2015, atëherë vepra ka arritur parashkrimin absolut në vitin 2021. Në këto raste sipas hulumtuesës së IKD-s, Arita Rezniqi, duhet të ketë llogaridhënie të përgjegjësve që kanë lejuar parashkrimin e lëndës. Gjykimin kohë të arsyeshme thjesht e shpjegon shumë qartë edhe një parim i përgjithshëm drejtësi, domethënë që drejtësia vonuar realisht është drejtësia e mohuar dhe këtë rast me mostrajtimin e rastit nga ana e gjykatës, parashkrimi i tij përbën një shkelje të drejtave të qytetarëve dhe automatikisht duhet kërkohej përgjegjësi dhe llogaridhënie e personave të përfshirë që kanë qenë në këtë situatë, gjithmonë domethënë në rast se parashkrimi ka ardhur si rrjedhoj e arsyeve subjektive. Për këtë betimi për drejtësi ka kërkuar sqarimin nga gjykata themelore në Prishtinë, se cili gjyqtare ka pranuar lëndën dhe mbi arsyet e parashkrimit të lëndës. Megjithse pranojnë se lënda është parashkruar, gjykata nuk bën publik emrin e gjyqtarit që ka pasur për obligim trajtimin e rastit. Referuar kërkesës tuaj nga gjyqtari i kësaj çështje, jemi informuar se kjo lëndë ka përfunduar me marrjen e akt vendimit, meqense ka arrit parashkrimi i ndjekjes penale me datë 30 maj 2021. Gjatë hulumtimit, betimi për drejtësi ka mësuar se gjyqtarit të cilit i është parashkruar lënda është Ken Beka. I kontaktuar përmes telefonit, Beka nuk ka pranuar të prononcohet për detaje, duke rekomanduar të kontaktohet zëdhënësja e gjykatës. Të di që në rastin e kompozit, nëse konsideroni që është nevojshme me marrë në informacion që të në raport me lëndën, atëherë të ndiqet procedura një drejton në rindës në këtë rast Fabian. Po unë qatë procedurë kom ndjek zotri Beka dhe kom desh me ditë pse nuk është majt asnjë seancë dhe me na dhënë detaje pse është leju mu parashkru lënda, po mu më është përshkruani vetëm drejtoje thuj edhe në çto që po. A mundeni me më tregu jo pse është parashkru lënda? A mundeni me më tregu pse është parashkru lënda? Po shka
këtë parashkrimit absolut. Mi është nderu me shkak të rregullave që i kemi të brendshme. Palët na kanë thonë që nuk është mbajt asnjë seancë vetme, se nuk është mbajt asnjë seancë. Nderume, ndëgjom. Me gjithë respektin. Nëse nuk është e mjaftueshme përgjigja të cilën e kanë dërguar tek Melinda, jeni të lirë që të drejtoheni prapë. Sidoqoftë sistemi i drejtësisë përmes mosveprimit del të ketë amnistuar dhe njëherë keqpërdoruesit. Nëna e besimit si trashëgimtare e parë dhe besimi si fëmia e saj janë ende në pritje të realizimit të së drejtës për trashëgimin e pronës. Është çështja këtë e vlerat. Është çështja financiare, është interesi, konflikti i interesit. Para të edhe është përjashtu nona dhe doja i madh, sepse doja i madh i ka vetëm 4 shika, nuk ka trashëgimtar pequj kushtimisht moshkull. E për atë arsye, ata jenë mundua, po din se të na bizotën, halo, ai mentaliteti i patriarkalizmit që do të thotë veç moshkulli duhet me trashëgimu jo femna. Atë probleme kemi edhe na me nonën, apo kupton? Rasti i Qitakut nuk është i vetmi. Mënyra si funksionon procesi i trashëgimisë lë shumë hapësirë për keqpërdorime, më saktë për përjashtimin e trashëgimtarëve. Megjithse 22 vjet pas luftës, shteti nuk ka një sistem të trungut familjar për banorët. Gjithë kjo pamundson verifikimin e informacioneve, duke lënë këtë proces në mëshirën e ndërgjegjes qytetare. Por të vërtetuar hapat se si veprohet në këto raste, ekipi hulumtues i betimit për drejtësi ka provuar të bëjë një bartje të trashëgimisë, përmes së cilit dëshmohet se rasti i Qitakut mund të ripërsëritet. Bartjen e trashëgimisë mund ta bëjë kushdo nga fëmijët e personit të vdekur, duke deklaruar rrejshëm se është trashëgimtari i vetëm. Po vjen një dokument për bartje trashëgimisë, jo marrë ne. A duhet me kon edhe dikush për familjarëve të mi për me bartë trashëgimin, apo mjaftoj veçon me qenë? Zyrtari komunal që bën lëshimin e dokumentit të dëshmisë mbi vdekjen, Faton Pacolli, tregon se nuk ka një sistem përmes së cilit do të mund t'i verifikonin informacionet e qytetarëve për ta bërë trashëgimin, andaj bartja bëhet bazuar në atë që deklarojnë palët. Nëse pala vjen te na, edhe kërkon mu pajis me dëshmi mbi vdekje. Na e kem një regjistër që i kem cekta që duhet prej dokumentave që të posedoj pala për të nxjerrë dëshminë e vdekjes. Në këtë rast i kem cekta këtu, na duhet certifikata e vdekjes e palës, nëse gruaja është gjallë, ose burri në këtë rast, na vjen ekstrakti i lindjes, njëri prej tyre, edhe na duhen ekstraktat e lindjes të gjithë trashëgimtarët e tina. Tash pala, ndodh që pala mundet me rrejt, po na nuk e dim, nuk kem regjistra me ditë sa fëmijë ka pala. Çata fëmijë që i prezanton, na çata fëmijë shtina në dëshmi të vdekjes. Përveç mungesës së sistemit të trungut familjar, edhe i regjistrimi i dëshmisë mbi vdekjen bëhet në libra dhe jo sistem elektronik. Na kem regjistra për vitin 2009, nëse pala ka ardhur në vitin 2009 me marrë një dëshmi vdekjes, na e kena regjistruar, që me datën kaq e kanë nxjerrë dëshminë e vdekjes. Ndodh që se komuna Prishtinës ka dhe bashkësi lokale. Ndodh që na zyrtar ka mujt me lëshu, po na ato nuk e dim edhe nuk jem përgjegjës për ato. Ai mundet mos me shti fare në libër për shembull ai bashkësisë lokale? Po, mundet. Ky regjistri është libër apo sistem që futet në libër është, nuk është sistem. Okej, që i bën është goxha vështirë për me mujt edhe me i bë po besoj verifikimin apo jo? Nuk është vërtet me bë verifikimin, se na i kemi regjistrat me emra. Nëse i kemi me shkronja, edhe tash nëse palës i fillon emri me shkronja na të shkronja e lypim çat person prej vitit 2009 deri me tani. Një sistem të tillë nuk e kanë as noterët të cilët noterizojnë dokumentin komunal, të vetmet informacione që ata mund t'i verifikojnë është identiteti i palëve. Për momentin, ta zem ligji në fjalë që ne përmenda, në nenin 30, kërkon që zyra notariale t'ju mundësohet qasja në të dhënat e regjistrit civil, qasja elektronike. Përmes kësaj qasje do mundësohej vetëm verifikimi i pavarur i identiteteve të pjesëmarrësve ose trashëgimtarëve të cilët janë në procedurë për shqyrtimin e trashëgimisë.
Megjithatë fatkeqësisht janë zhvillu disa hapa në kuptim të dakordimit për vendosjen e sistemit të qasjeve, mirë po qasja akoma nuk është efektive. Dhe më thënë kanë kalu pothuajse 4 vjet dhe akoma zyret notariale nuk kanë qasje efektive në regjistrin civil. Por ata u bojnë me dije palve se mos deklarimi të gjithë pasardhësve është vepër penale, si dhe ligji u mundëson se në rast se dyshojnë në dëshminë e tyre, të kërkojnë edhe 2 dëshmitar. Në këtë kuptim, vetëm në raste eventualisht tralla, kur kemi dyshime serioze se diçka nuk po shkon mirë, ose eventualisht nga rrjedhja e procesit kemi marrë disa dyshime se eventualisht mund të ketë pasiguri në procesimin e kërkesat për trashëgimi. Në raste të tilla ju kërkojmë qytetarëve që në procesin e shqyrtimit të trashëgimisë të na i sjellin 2 dëshmitar. Kjo nuk është kërkesë e rregullt, është më shumë kërkesë përjashtuese, kur ne kemi domethënë dyshime që të dhënat eventualisht ka nevojë të verifikohen. Si rezultat, avokati Bytyqi thot se vetëm të kësaj natyre i ka 20 lëndë të dërguara në gjykatat e vendit. Unë i kam parafërsisht dikon janë 20 raste. Tash nëse jemi 1000 avokat me shku me një mesatare prej 5 rasteve ose 10 rasteve, dhe më thonë bojnë 10.000 raste. 1.000 avokat në Kosovë, tash duhet pa që ka avokat që janë edhe më të zëtë, dhe ka avokat cilët kanë edhe më shumë lëndë, kanë edhe më shumë përvojë, kanë edhe më shumë klienturë, kështu që numri i rasteve të natyrës tillë është shumë i madh. Zatën, për shkak të saj edhe në 2018, përkatësisht ministrin e 2011-it, qeveria atëhershme me dekretimin e asaj date nga ish presidenti Thaçi e ka shfuqizuar një dispozitë në cilën është parashkrimi i të drejtës kërkimit drejtave trashëgimore mas kalimit 20 viteve prej momentit kur vdes trashëgimlësi. Vetëm në komunën e Prishtinës çdo vit bëhen mbi 5.000 kërkesa për bartje të trashëgimisë, por përgjegjësinë për krijimin e një sistemi të mirëfillt të dhënave e mban Ministria e Punëve të Brendshme, përkatësisht Agjencia për Regjistrim Civil. Zyrtarët e kësaj agjencie në një përgjigje me shkrim për betimi për drejtësi kanë hequr përgjegjësinë nga vetja, duke theksuar se lëshimi i dëshmisë mbi vdekjen është kompetencë e komunave, por nuk janë përgjigjur nëse në kuadër të kompetencave të kësaj agjencie ka plan për të zgjidhur problemin e adresimit të dhënave përmes krijimit të projektit që ofron të dhëna për trungun familjar. Krijimi i këtij mekanizmi nga kjo agjenci do të mundësonte të gjitha institucioneve qasjen e lehtë për informim dhe verifikim të dhënave. Rrjedhimisht, ky sistem nuk do të lënte hapësirë ndërgjegjës qytetare për të marrë vetë vendime e për të mundësuar shkeljen e ligjit. Është shumë e rëndësishme që kjo çështje të adresohet sa më shpejt, sepse ka nevojë imediate që të ekzistojë një mekanizëm i përgjithshëm shtetëror, qoftë në formë të një sistemi të digjitalizuar, që thjesht do të mund të identifikonte të gjithë qytetarët, domethënë faktin që kush është trashëgimlënsi, kush janë trashëgimtarët e tij dhe ata të cilët domethënë potencialisht përfitojnë nga trashëgimia e trashëgimlënsit dhe në këtë formë që të mos lejohet në asnjë lloj forme as keqpërdorimi, as domethënë një mangësi eventuale përcaktuar që do të pamundësonte identifikimin e trashëgimtarëve. Deri në ndërmarrjen e hapave nga institucionet shtetërore, trashëgimia e barabartë për të gjithë pasardhësit do të vazhdojë të jetë në rrezik, derisa prokuroritë e gjykata do të mbushen me lëndë për diçka që përgjigje adekuate do të mund të jepë qysh në hapin e parë të procesit.